Avokat, përshëndetje, në sa duket zhvillimet e fundit në raport me politikën, arrestimet e referon për Kryebashkiakut Velia i ka tronditur sigurisht Partinë Socialiste, por në tërësi politikën. Nëse referohemi fakteve, atyre çka janë paraqitur deri më tani ose akuzave më saktë, në sa vite burg rrezikon në Kryebashkiakun Velia? Me aq sa ne kemi parë në media lidhur me akuzat, është në maksimumin 20 vite burg, megjithatë do të presim hetimet, pasi kemi një sër çështjes të tjera, të cilat janë publike lidhur me kallëzimet penale që ka bërë Partia Demokratike apo opozita në segmente të caktuara lidhur me Kryebashkiakun Velia, por natyrisht edhe me eksponent të caktuar të Partisë Socialiste, të cilët kanë marrë pjesë në veprimtari publike, që do të thotë në për tendera, kemi rastin e senatorit të Tiranës, apo edhe akte të tjera për të cilat është duke u hetuar nga prokuroria e posaçme, sjell në vëmendje edhe lidhur hetimin për teatrin kombëtar, edhe një sër le të themi kallëzimesh të tjera që ka zoti Veliaj. Megjithatë, lidhur me këto akuza të cilat ka ngritur prokuroria, këto janë akuza mjaft të rënda, duhet të presim, edhe pas fakteve të reja që sollën në gjykimin në apel, përsa i përket masës së sigurimit personal, ku prokuroria në kohën që zoti Veliaj ka qenë izoluar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale të Durrës, aty ka qenë në përgjithësi, ka pasur komunikime, nuk e di veprime të tjera aktive nga ana e familjarëve të tij apo bashkëpunëtorëve të tij. Kjo mbetet të parë në ditën në vit. Akuzat janë të rënda, por duhet të presim hetimet dhe natyrisht gjykata derisa të japi vendimin final, vendimin e shkallës së parë deri në vendimin e apelit. Zoti Veliaj dhe të akuzuarit e tjerë konsiderohen janë ende në cilësinë tani janë në cilësinë e personave në hetim, po janë të pafajshëm. Nuk duhet ta paragjykojmë lidhur me përgjimin në momentin që prokuroria ka marrë autorizim nga ana e gjykatës, dhe në rastin konkret ai është në cilësinë e personit në hetim, i ka të gjitha mundësitë ligjore apo të drejta ligjore që prokuroria organi akuzës të veprojë. Në rastin konkret, ne kemi informacion që është përgjuar telefoni i vllajt dhe i bashkëshortes së tij. Pra kanë qenë në përgjim sepse ata janë persona të cilët janë në hetim, por edhe nëse nuk ishin në hetim, ata janë të lidhur me zotin Veliaj, dhe natyrisht prokuroria përpara se të kryente këtë veprim procedurial, natyrisht ka marrë autorizimin apo miratimin nga ana e gjykatës. Dhe këtë e ka marrë në momentin që ka regjistruar procedimin penal. Në atë moment, prokuroria e ka marrë miratimin e gjykatës, por edhe nëse nuk është në cilësinë e të pandehurit, nuk ka regjistruar procedim penal për një qytetar i cili dyshohet se ka kryer një vepër penale, prokuroria në bazë të indicieve ka të drejtë të drejtohet gjykatës me kërkesë dhe të marrë autorizimin për të përgjuar një qytetar, një individ i cili dyshohet se ka kryer një vepër penale ose është duke kryer një vepër penale. Po kurse nuk mund të kryejnë përgjime të cilat janë të palishme, sepse këto do konsiderohen akte absolutisht të pavlefshme dhe janë të papërdorshme për sa i përket gjykimit. Kështu që edhe në këtë rast prokuroria e ka marrë miratimin nga ana e gjykatës dhe ka të drejtën ligjore për ta kryer një akt të tillë. Për sa i përket mënyrës së përgjimeve, teknikat janë nga më të ndryshme. Ka filluar që nga personat apo bashkëpunëtorët që ka organi akuzës, oficerët e policisë gjyqësore apo hetuesit, të cilët janë pranë prokurorisë së posaçme, ata futen me mënyra nga më të ndryshme në këto ambiente. Duke filluar që nga mënyra se si kur merren në pyetje
të dyshuarit apo të pandehurit për të cilët kryet procedimi dhe në IEVP Durrës kemi shumë të ndaluar të cilët janë në fazën e hetimit apo të pandehur të cilët janë në fazën e hetimit kanë e prokurisë së posaçme dhe ata kanë mundësi që të shkojnë për të marrë në pyetje, mundet që të instalojnë apo të le të themi të vendosin për gjus në ambientet e paraburgimit. Ky është një element, pastaj ka agjentë të tjerë të infiltruar, të cilët janë të punësuar pranë kësaj IEVP apo në IEVP të tjera. Ka agjentë të cilët janë në funksioni, pra ata mund të kenë funksione të ndryshme në pamje të parë apo në duke, siç mund të jenë furnizuesit me ushqim apo edhe me le të themi produkte të tjera për cilat ka nevojë IEVP-ja dhe natyrisht aty ka metodat e tyre për vendosjen e përgjimit, të cilat nuk vijnë në sy qoftë edhe nga vetë punojësit e IEVP-s. Edhe ata nuk e dinë që ka të infiltruar të cilët vendosin aparatet e përgjimit. Pastaj kemi edhe mënyra të tjera të përgjimit, duke filluar që nga vendosja në përgjim e telefonave, pra telefonat janë publik, telefonat numrat e telefonit që janë në kabinat e institucioneve të ekzekutivit të vendimeve penale. Kjo është shumë e thjeshtë për t'i vendosur në përgjim, por natyrisht edhe telefonat të cilat janë në emër të dyshuarve apo të hetuarve për një vepër penale. Dhe në rastin konkret, ne kemi pasur në përgjim telefonin e vllajt të zotit Elia dhe telefonin e bashortës. Metodat janë këto që edhe struktura e posaçme i vënë në jetë dhe në zbatim, por ka edhe teknologji të avancuar që na ka ardhur nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, për sa i përket metodave speciale lidhur me përgjimin. Mjafton që ka aparatura përgjuese të cilat mjafton të ngresh antenën në një distancë të konsiderueshme dhe realizohet në mënyra përgjimi ambiental lidhur me komunikimet që kanë të dyshuarit e një vepre penale. Kemi arrestime të fuqishme në ditën në vijim, arrestime të cilat vijnë për shkak të vetë kallëzimeve penale që kanë gati 4 vite, 5 vite, 3 vite dhe mendoj që do ketë ditën në vijim do kemi shumë arrestime të eksponentëve të mëdha, të cilët janë pranë Partisë Socialiste në detyra shumë të rëndësishme, por natyrisht kemi edhe arrestime të pritshme, të cilat do të jenë në kampin opozitar të eksponentëve, të cilët janë shumë të rëndësishëm, kanë pasur detyra shumë të rëndësishme, kanë detyra të rëndësishme, por kanë dhe lidhje familjare me zotin Berisha. A mund të flasim emra konkret? Besoj që do kemi emra shumë të rëndësishëm, duke parë nga vetë dosjet, zoti Balla mund të jetë një prej tyre, zoti Masniku, ndoshta besoj edhe zonja Bushka, nga vetë le të themi Majsa ka dalë në këto komunikimet publike, në dosjet të veçanta, dosjet cilat janë bërë publike nga vetë media, mendoj që do shkojnë drejt arrestimeve nga ana e strukturës së posaçme, por natyrisht kemi hetime shumë të fuqishme që përshkëndohen në kampin opozitar, siç janë ato të zotit Mendiu, zotit Noka. Kemi edhe hetime të cilat përfundojnë edhe në drejtim të zotit Berisha, zotit Shërzet Berisha. Avokat, edhe një pyetje të fundit sa i takon situatës krijuar nga të dyja forcat politike, po them kështu, herë në mbrojtje dhe herë kundër prokurorisë së posaçme ose SPAK. A mund të shkrihet SPAK dhe a do shkrihet SPAK, pra sa e mundur është kjo?
Nëse shkret SPAK-u, atëherë mendoj që do ketë zhvillime të fuqishme nga ana e qytetarëve, të cilët edhe në anketimet që janë zhvilluar së fundmi, është institucioni që ka besueshmërinë më të lartë. Pra, mendoj që qytetarët do të reagojnë ndaj një vendimarrje politike, e cila, me sa kuptoj, të gjitha palët tashmë kanë dalë dhe janë dakordsuar në publik që ato janë kundër të institucionit shumë të rëndësishëm që ka kthyer besimin tek qytetarët. Nëse do të ndërmerret një veprim i tillë ligjor, pra iniciues, dhe kjo ndërmarr me reformën që ka ndërmarrë zoti Xhapa lidhur me komisionin e reformës që po zhvillohet së fundmi dhe që nuk është mbështetur ashtu si nga Bashkimi Evropian, por edhe nga USAID, që do të ishte politike kurse për të institucion shumë të rëndësishëm, i cili po jep frymëmarrje qytetarëve dhe do të ketë në bumerang për to forca politike të cilat do ta mbështesin. Deri dje kemi pasur një artikulim në publik të kryeministrit për sa i përket mbështetjes së fuqishme qytetë të institucionit, por pas arrestimit të zotit Veliaj, ne kemi një lumë akuzash si nga zoti Veliaj, por edhe nga vetë zoti Rama, i cili ka zhvilluar një protestë shumë pak ditë pas ndalimit, ku i ka dalë SPAK-ut në një le të themi përballje frontale, por natyrisht që ka rregulluar me kalimin e ditëve, por që kjo do ishte shumë dramatike dhe mjaft dikepruese për të ardhmen e qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Faleminderit.